Një debat mjaft i ashpër ka ndodhur mbrëmjen e dieshme në prajmin e Ferma VIP, ku një prej konkurrentëve ka ofenduar Ronda Albana Osmani. Për të folur mbi këtë ngjarje, kam të ftuar në një lidhje direkte Elton Tozën. Elton, faleminderit shumë për intervistën. Faleminderit juve për ftesën, Gurit. Elton, është e kohë të pyesim nëse e ke ndjekur, pasi ti e ndjek gjithmonë, po çfarë ishte ajo mbrëmje ku s'kishin parë ndonjëherë një ofendim kaq direkt ndaj moderatorit? Parë do ta nisme që mua më vjen shumë keq që reality show-t e kanë humbur sensin e spektaklit. Më vjen shumë keq që personazhet tonë publik fjalorin e tyre kanë filluar ta shpalosin cep e cep 360 gradë, vend e pa vend, pa pasur fare parasysh dhe pa u bërë fare merak, sepse mund të ketë një audiencë të caktuar e cila nuk e pëlqen këtë gjë. Më vjen shumë keq që ka vajtur që është degraduar deri në këtë kafe. Mendoj se gjithë ky degradim mbaroi tek Big Brother, po me sa duket Rogerti femër është në Ferma VIP. Më vjen shumë keq për fjalorin, më vjen shumë keq për produksionin që më tepër numëron klikimet e sa shikime ka dhe zarfet e zinj apo dënimet apo përjashtimet tashmë nuk ekzistojnë më. Duhet të kishte një përjashtim të menjëhershëm, është e turpshme, nuk bëhet fjala vetëm ndaj një konkurrenti aty që ofendoi një konkurrent tjetër. Jo, bëhet fjala për një konkurrente që në një transmetim live në televizion kombëtar ofendon në mënyrë të paprecedent moderatoren. Dhe kjo gjë është për mua gjëja më skandaloze që mund të ekzistojë. Nuk ka ndodhur kurrë në një ekran, ka ndodhur që mund të shahen të ftuarit, më ka ndodhur mua, kam qenë i ftuar në një emision edhe kemi pasur debate me të ftuarin, kanë lënë studion. Është e kuptueshme etj. Por zanafilla e personazhit në fjalë ishte që në fillim të show duke ignoruar në mënyrën më skandaloze produksionin, duke u çuar, duke u larguar, duke ofenduar etj. Dhe kur vjen puna në mbyllje pasaj të spektaklit, arrin deri aty, saqë mund t'i thot moderatores kuç. Ndjes që po e përdor, por kjo ishte fjala që është përdorur realisht. Përpara se të shkojmë te kjo, do të shtoja diçka tjetër. Dua të shtoj edhe pjesën që ky personazh, po njëjti personazh, ta mendosh që është vetëm 20 a 21 vjeç, se nuk e di sa është. Dhe të ketë këtë mentalitet të frikshëm dhune, për mua është akoma dhe më e tmerrshme. Dje është hequr kpuca nga personazhi dhe është tentuar të qellojë mozën. Personazhi prap ka marrë një kanoçe të mbushur plot dhe ka gjuajtur një tjetër konkurrent dhe produksioni nuk reagon. Nuk reagon duke normalizuar dhunën. Çfarë dreqën është duke ndodhur? Po normalizohet dhuna, këto janë shembuj që po na shiten, po na serviren dhe mjaftohen vetëm me ca opinione që dhe të them për mendimin tim janë akoma dhe më skandaloze se sa vetë veprimet e atyreve. Po flasim për opinionistë që duhet ta çojnë zërin, ajo duhet ishte bërë në mënyrë demonstrative, opinionistët duhet ishin çuar, duhet ishin larguar nga studio. Në qoftë se nuk merreshe masa urgjente e përjashtimit për atë vajzë. Sot të ofendoj Arbanën, nesër do ofendojnë produksionin, siç e bëjnë pothuajse për ditë, pas nesër do ofendojnë opinionistët. Më shumë keq, po degradimi ka arritur majat. Elton, por reagimin e Arbana Osmanit si e pat? Ishte i arsyetueshëm dhe a duhet që ajo të ishte përjashtuar që në moment pasi aty tregoi dhe limiti? Me njëherë, ai duhet ishte përjashtimi me njëherë, ishte një gjë pa diskutueshme, nuk domethënë është reagimi që ka bërë Arbana ishte me klas, ishte një reagim për t'i thënë që gjithë se kush tregon veten, ti tregove nivelin tënd, unë nuk bie kurrë në ti nivel duke të ofenduar ty. Për mua reagimi i saj ishte nota 10, por reagimi nota 4 ishte i produksionit, të cilët praktikisht nuk bën absolutisht asnjë gjë për të marrë një maskë ekstreme kundër një fjalori ekstrem në një spektakël të ndjekur dhe po të llogarisim këtë që dje Ferma VIP ka pasur një shikueshmëri të frikshme. Por kjo shikueshmëri nuk të jep të drejtën e normalizimit të dhunës, fjalorit banal, bullizmit apo çdo lloj fenomeni tjetër negativ. Është skandaloze se si ky format po humbet të gjithë atë që ishte ndërtuar 2 vitet e para. Kemi pas, kam pas fatin dhe këtë dua që ta sqaroj, nuk është se unë po i kritikoj apo
po i kundërshtoj për faktin pse unë vitin që kaloi kam qenë opinionist dhe këtë vit nuk jam. Jo, është një zgjedhja ime që të mos jem dhe këtë gjë dua ta sqaroj që në fillim, sepse disa persona që bashkuhen aty nuk është se unë kam një marrëdhënie. Kështu që është totalisht zgjedhja ime. Tjetër gjë të sqaroj vetëm këtë. Ë, Më vjen keq që Ferma VIP që për 2 vite ngriti një lloj tjetër kulti për spektaklin, dha një tjetër imazh për reality show. Na mësoi që mund të ketë një reality show pa dhunë, pa ofendime, pa bullizime. Mund të ketë një reality show ku mund të lindi dashuria, mund të ketë një reality show ku Elsa Lila këndonte dhe bënte këngë, ku Eran Soli prodhonte muzikë edhe një tekst këngë vjet, kënga e Ferma VIP ka qenë spektakël, ku Elinara ka dhënë show-n e saj, ku Qilieta ka qenë vet, ku Albano Bogdo ka qenë vet. Domethënë, ku Dionis Biba kanë qenë njerëz të cilët Mariana Kondi, se nuk di Ditea Berisha që është domethënë Flori, kanë qenë ca element realisht që nuk pati kur një ofendim, një sharje, një bullizim apo çdo lloj gjëje tjetër. Kishim rastin po të marr për shembull par vjet, më fal tek Ferma e parë, kemi pasur rastin e Valerit, që është një personazh që unë e dashuroj për faktin e tipit që ai ka dhe sharrnajave që ai krijonte. Po në asnjë vend nuk pam ofendimin, në asnjë vend nuk pam bullizimin, në asnjë vend nuk pam gjuajtje me kanoçe, thyrje pjatash apo dreshe. Domethënë, këtë vit realisht ka kaluar limitet, ka kalu limitet dhe po bastardohet programi. Në djallë të shkojnë klikimet. O na jepi një spektakël siç e meritojmë, atë që Big Brother na e ka mohuar ka kaq kohë, ose mos e bëni fare më. Ishte Fabiola në fakt që edhe artikuloj këtë që ju sapo e tha që unë kisha menduar që isha futur te Ferma VIP, po duket sikur këtu është si Big Brother. Të duket sikur qasja e Ferma VIP Fabiola, jo, Ferma, dëgjoj, Fabiola duhet të kuptoj diçka që një reality show e bëjnë banorët, edhe nuk e bën produksioni. Kështu që Fabiola është ajo që po e kthen Fermën në Big Brother dhe jo Fermën në Big Brother. Kështu që ti lëm këto, thuaj Fabiolës, gjitha këto sofizmat, jeni ju, janë konkurrentët që nuk që dojnë apo që e kthejnë një format e shëmtojnë, sepse aktorët kryesor janë ata, nuk është produksioni, nuk janë. Produksioni po, ka vetëm një gabim që nuk merr masa ekstreme. Absolutisht. Është bullizuar Moza Ahmeti nga fillimi deri në fund, vazhdon bullizohet, tentohet që të izolohet, një grua, shiko, ata nuk kuptojnë diçka. O janë ignorant, o bëjnë sikur janë ignorant. Një nga këto të dyja është. Nuk mund të bullizosh, të izolosh një personazh që se ka bullizuar dhe izoluar dot as diktatura. Po flasim për Moza Ahmetin, është aset kombëtar. Është aset kombëtar, ti nuk mund, domethënë ti mund të bësh çfarë do lloj gjëje, po këto janë aq kalamaj, këto janë aq të papjekur, këto janë aq ignorant, saqë kujtojnë se me ato bullizimet, lojrat apo përjashtimet e tyre mund mbyllin një gojë. Ne kemi mentalitet diktatorial, e kemi të prerë këtë gjë. E kemi të ngulitur, nuk e di pse se edhe sa brezat të tjerë duan që ne të na hiki ky mentaliteti diktatorial. Ne vuajmë nga kulti i unit, ne vuajmë nga mentaliteti diktatorial, ne vuajmë nga urrëtia që kemi për njëri tjetrin. Si pash një herë ta njerëz të uleshin rreth i qarrit, një mendje aq të bukur që unë kam ëndër, të ulem pranë Moza Ahmetit dhe ta dëgjoj mënyrën si logjikon, si flet, si gjërat, sepse është një njeri, është një shpirt i lirë që domethënë ka thyer kufit këtu e sa vite përpara. Ti ke shansin, ju keni shansin, ta keni aty dhe çfarë bëni? E shani, e bullizoni, e intimidoni, e godisni, domethënë i bëni të tëra këto gjëra. Për mua ata janë një turp realisht. Elena, mund të shkohet deri në fund të produksionit, po themi të formatit, të edicionit, duke përjashtuar lojtarë se prandaj doja me të pyet për qasjen që ka Ferma. Kur kemi diskutuar këtë vit, kam thënë që Ferma këtë vit ka VIP-a. Dhe janë realisht shumica e personazheve janë personazhe VIP.
Do kam thënë dhe atëherë që kam frikë se do çedojnë për të vetëm arsye se nuk do e shfaqin veten. Po do ta shfaqin veten këto çikërrimat, këto thërrimet, këto garnityra, patatet e skuqura që vijnë në një copë mish. Në një pjatë me garnityrë që ka mish dhe patate, kryesori është mishi, nuk është patatja. Po këto se kuptojnë këtë gjë. Dhe kisha frikën që këta do shpërthenin dhe VIP-at realisht do ruheshin dhe ndodhi realisht kjo gjë. Filluan duke u larguar vetë. Ne kemi 4-5 personazhe që janë larguar vetë nga ferma. Kanë dashur të largohen vetë nga ferma. Më vjen shumë keq që një personazh si Gresa, e cila unë prisja shumë, realisht prisja shumë, edhe pas takimit me teatrin, prisja realisht shumë, përfundoi të degradoj në atë farë mënyre, se nuk është vetëm Ola, jo. Është fik edhe Gresin aty. Ti kishe Donën, atë që u largua dje, që bëri prap një skenë skandaloze, poshtëruese ndaj një gruaje që mund të jetë ose është mosha e nënës së saj. Këta nuk i njohin limite. Këta për mua janë drama vetë. Këta janë njerëz që vuajnë për vëmendje, janë njerëz që i duket vetja më të mirë se ta s'ka. Më vjen shumë keq që produksioni po përballet me këto personazhe, po është faji i tyre fundit se veti kanë zgjedhur, veti përzgjedhin, veti i kontaktojnë personazhe që kanë bërë regjizori show dhe kjo i sjell, nëse ti merr në punë ose unë për vete të paktën e kam parim, mos puno kurrë me një të afërm, sepse o do prishesh ti me atë, o do prishesh ti me fisin. E njëjta gjë po ndodh aty. Eduard Grishaj, bashkë me Arbanën, kanë marrë njerëz me të cilët kanë bashkë, të cilët nuk e pristin kurrë kishin të qasje në ferm, sepse kam pas tjetër raport jashtë. Kjo ka sjell një lloj kryenetësie tek disa konkurrentë i ka prishur punë produksionit. Për mua produksioni duhet të reagojë dhe duhet për tem produksioni nuk them as Shifti Osmani Grishaj, po them që duhet të reagoj Vita Production. Sinqerisht është kalu çdo lloj limiti, më vjen shumë keq që ai format po degradon një lloj një Big Brother, një lloj. Kemi gjuajtje, kemi sharje, kemi sheve, kemi ofendime, kemi bullizime dhe s'ka reagim. Zero. Flitet që Fabiola dhe Eduard Grishaj kanë njohje, pra janë Jo, nuk kanë njohje, flitet që janë kushturin. Dhe më vjen keq që një konkurrente mund të shajë nusën e kushturin. Do jetë akoma dhe më e rëndë kjo. Është akoma dhe më e rëndë. Shpresoj mos të keq qenë sajuar deklarata e vllajt kur ka hyrë brenda, sepse pas deklaratës së vllajt, kjo femra është afruar më tepër me atë mashkullin tjetër aty. Kështu që shpresoj mos të kenë qenë këto skenare të shëmtuar Allah për punën, prandaj po them që po kthehet në një Big Brother. Se po shikojmë skenare të domethënë skandaloze. Ndahet i ndriti se del një çift tjetër, po sa hikën ai çifti tjetër brenda natës lidhet i ndriti për të krijuar një çift. Një lloj budalliku për të krijuar një romancë me dhunë, me zor, për të pasur njerëzit një çift brenda. Po është, dëgjoj, nuk mund të pëlqesh me detyrim, harroje. O pëlqesh për atë që je, për të vërtetën tënde që ti je, ose nuk mund të pëlqesh kurrë. Sepse ti nuk më detyron dot mua të të pëlqej, shite si të duash ti. Ma shit romancën si të duash ti, mua nuk më pëlqen ajo romancë sepse unë e lexoj me kilometra larg që është e shtirur. I kemi rënë kot një qaf Akilit, më vjen keq, Akil kemi bërë shaka, po ktheu prap. Është e tmerrshme. Do thënë Akili pas ka qenë realisht unë i kërkoj ndjes për atë që dikur kam kërkuar që ai të largohet. Jo, aty pas ka pas 100.000 herë më keq se sa Akili. Akili ka qenë një e keqe e vogël se kishte keq kuptuar formatin. Por në këtë rast këto janë 100.000 herë më keq se sa çdo lloj e keqe që mund të ketë pasur ferma tjetër brenda. Ermiona Legbello ktheu. Realisht Malbora Gura ktheu. Domethënë është bërë një lloj mishmashi, një lloj budalliku që konkurrentët realisht unë për shumë po të marr përjashtimin e Malborës. Unë më tepër them që Malbora është larguar vetë, ka kërkuar vetë patjetër tiki, se sa ka qenë efekti i rregullit të thyer. Dhe për këtë ta them me bindje.
me gjithë informacionet që unë kam. Sepse ka arritur një pikë që njerëzit nuk e pranojnë më këtë gjë. Dhe konkurrentët, ata që realisht janë të ndërgjegjshëm dhe kanë dy fije mendje në kohë, nuk pranojnë më të bëhen skem. Po ç'është kjo më? Ç'janë këta burra që kruajnë me ndërteja të poshtë tër ditën dhe merren me një grua 60 vjeçe? A ka më turp? A ka më turp? Elton, pse është kjo qasje ndaj Moza Ahmetit? Mentaliteti diktatorial është urrëtia kolektive që ne kemi ndaj të bukurës, dhe ne kur themi e bukur, konceptojmë vetëm pamjen e jashtme të bukur. Ne nuk njohim shpirtrat të bukur. Rëndom dëgjon nga këto budalliqe që thonë, po unë jam lidhur me të sepse ka të bukur shpirtin edhe jo pamjen. Nuk njohin shqiptarët bukuri shpirti. Shqiptarët njohin bukuri të jashtme, duan llokma, duan fizik, duan pamje, po kur një shpirt është i bukur nuk din ta vlerësojnë. Unë po të kisha qenë pjesë e Femrës VIP, unë realisht do të isha i lumtur që do kisha qenë një mozator, siç e thonin ata dje, edhe do të isha shumë i lumtur të kisha ndetur pranë sado 2 ditë vetëm të kisha ndetur, thjesht të merrja nga ai njeri më të mirën e saj, sepse diskutimet që ai njeri bën, që ajo grua bën, janë realisht diskutime me peshë, janë gjëra që të prekin në kot, domethënë të arrin kanë një impakt të jashtëzakonshëm. Dhe të dalin disa çilimi dhe nuk e di domethënë të sillen në atë farfeje, për mua është shumë e turpshme. Më vjen shumë keq, jam kaq i irrituar dhe kam kaq po realisht ajo e djeshme ka arritur është maksimum i mundshëm, nuk e di se të ndodhi tjetër në një të gjuash me puc, të gjuash me kanoçe, të shash moderatoren me fjalor është banal. Ta normalizosh këtë gjë, të dëgjosh budalliqe nga më të ndryshmet dhe ti të mos reagosh, për mua kjo është skandaloze. Po fjalori që ka përdorur Radioni ndaj Mozës, pse s'u përkthye dje? Pse nuk u përkthye? Pse nuk u tha çfarë është në Mozës në tek Fakiri, ku Moza e kërkoi dhe Arbana pa pikë. Dëgjoj, karma është karma. Karma është, po e them, se nuk du ta them si shprehje. Por ka një gjë. Di Arbana ndaloi Mozën thoshta atë sepse sa nuk mund t'i themi të njëjtat fjalë. Po kur erdhi fundi i show-t, ato fjalë i mori Arbana. Ja than live në atë transmetim. Kështu që është karma. Elton, faleminderit shumë për intervistën. Faleminderit juve.